Gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka thirrur Belinda Ballukun dhe të pandehurit e tjerë për t'i marrë në pyetje, por edhe për verifikimin e kushteve dhe caktimin e masës së sigurisë. Dhe çfarë parashikohet ligjërisht dhe cila do jetë ajo masë sigurie që mund të merret ndaj Belinda Ballukut? Unë besoj që kjo vendimarrje, pra duke qenë se është një vendimarrje e rëndësishme, jo se vendimarrjet e tjera nuk janë të rëndësishme, por kjo ka një karakter akoma më të rëndësishëm, sepse kemi të bëjmë me një zyrtar të nivelit lartë, me një zyrtar i cili ka një periudhë të gjatë në qeverisje dhe kontributin e vet me drejtjet e veta, pozitive apo negative, dhe natyrisht që edhe prokuroria e ka argumentuar kërkesën e vet, por besoj edhe gjykata duhet ta ketë analizuar dhe ta ketë peshuar mirë këtë si çështje apo si kazus. Megjithatë, është e hapur edhe mundësia që gjykata të ndryshojë mendimin gjatë ballafaqimit të provave të sjell nga zonja Balluku edhe argumentave të saj. Kështu që çdo gjë mbetet e hapur nga ana ligjore dhe ekziston mundësia që edhe kjo masë sigurimi të ndryshojë, që do të thotë një masë më e lehtë, sepse masë më të rëndë gjykata nuk mund të japi, më shumë se çka kërkuar prokurori për sa i përket masave ndaluese apo edhe masave të sigurimit personal. Kështu që unë besoj që 90% gjyqtari apo gjykata do t'i qëndrojë kësaj vendimarrje, megjithatë mbetet për të parë se çfarë do të ndodhi në vijim. Avokat, dhe i pyetje e fundit, SPAK ka bastisur zyrat e Ministrisë së Financave për të marrë dokumentacionin që ka të bëjë me heqjen e gjobës prej 120 milion euro ndaj Bankës Petroleum. A mendoni se SPAK është duke goditur pikërisht në ato pika nevralgjike të ministrive të Edi Ramës? Unë besoj që prokuroria e posaçme nga data e fillimit të tij, pra kemi gati 5 vite që punon në kuadër të hetimeve të çështjeve për cilat ligji angarkon një gjë të tillë, ka punuar, por duhet të mirëkuptojmë sepse ata kanë një ngarkesë shumë të madhe, nuk kanë staf për sa i përket hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit, por natyrisht edhe prokurorët e posaçëm janë të reduktuar në numër. Kështu që gjithë veprimtaria korruptive për 35 vite ne nuk mund të pretendojmë që të luftohet për një periudhë. Ne kemi shumë dëshirë dhe qëllim që ata zyrtarë që abuzojnë me detyrën dhe me pushtetin që sënojnë fondet publike apo buxhetin e shtetit të shkojnë përpara drejtësisë, sepse kjo sjell edhe ndikim negativ, pra korrupsioni ndikim negativ tek gjithë zhvillimi ekonomik dhe social të vendit tonë. Pra kemi qindra shqiptarë që janë larguar, një popullsi që është kurur, dhe këtu të rinjt apo ata të cilët mund të jenë moshën tonë janë të pakët dhe pojësos edhe atyre durimi për të ikur nga ky vend. Kështu që mendoj që prokuroria duhet që të jetojë të gjitha këto raste, por mbi të gjitha duhet të sekuestrohen pasuritë. Nuk është çështja vetëm le të shkojmë, ne nuk, edhe unë dëshira ime nuk është të shkojnë njerëzit të shkojnë në burg, por ato përvetësime që janë bërë, para publike që janë përvetësuar, duhet i kthehen qytetarëve. Pra, menjëherë prokuroria duhet të vendosi sekuestrot për sa i përket pasurive të luajshme dhe të paluajshme, në mënyrë që mos kemi abuzim me tjetërsimin e pasurive. Sepse çfarë bëhet, ta e dinë sa vite burg do bëjnë, i tjetërsojnë pasuritë ose i kalojnë në emra të tretëve dhe dalin me 3-4 vite burg, dalin në rregull sepse kanë siguruar brezat dhe jo jetën e tyre. Ju si mendoni, caktimi i kësaj mase të pezullimit nga posti i zëvendës kryeministres është bërë që Belinda Balluku të mos prish provat, apo është thjesht një masë standarde që ndiqet në tilla raste, ndryshe nga sa mund të ndiqej në një rast tjetër që mund të dërgohej kërkesa
në kuvend për heqjen e imunitetit dhe më pas mund të procedojë me të? Atëherë kjo është një masë ndaluese, që do të thotë një zyrtar i cili ka konsumuar në bindjen e prokurorisë por edhe gjykata, sepse ata shikojnë prova të cilat i kanë në dosje dhe duke qenë se prova tregojnë pa e paragjykuar çështjen dhe pa e hyrë çështjes në themel, është një masë le të themi ndaluese, e cila është përcaktuar nga ligji, siç është masat ndaluese ajo e sigurimit personal, që do të thotë arresti me burg apo arresti shtëpisë, ndalimi për dalje jashtë shtetit, detyrim, pra masa për të paraqitur në policinë gjyqësore, pra janë një sër masash, kjo është plotësuese për sa i përket funksionit, që janë dy gjëra, janë krejt të pavarura nga njëra tjetra. Këto lloj masash janë vetëm për zyrtarët publik, sepse kjo masë mund të merret dot për një qytetar i cili është një punëmarrës, le të them, në një kompani private dhe nuk ka ndonjë edhe vepra që ai mund të ketë kryer nuk ka lidhje fare me pozicionin e punës. Kurse këto vepra apo kjo vepër që zonja Balluku akuzohet ka lidhje kryeput me pozicionin e punës dhe ekziston rreziku që kjo zyrtare e nivelit të lartë mund të kryej vepra të tjera, që do të thotë mund të përsërisë të njëjtën gjë që ka bërë lidhur me tendra e tjera me radhë, natyrisht që mund të kryej edhe veprimtari të cilat do ta dëmtonin procesin e hetimit dhe procesin e gjykimit. Pra, duke mbartur këtë rrezik për shkak të pushtetit, pra është numri 2 i ekzekutivit, nuk është pak, ka ministrinë më të rëndësishme. Pra, duke vlerësuar gjitha këto rrethana në total, prokurori çështjes ka menduar që kjo paraqet rrezik edhe për hetimin, por edhe për gjykimin. Dhe ndaj ka menduar dhe ka çuar të kërkesën në gjykatë, gjë që është miratuar edhe nga ana e gjyqtarit. Kështu që jemi përpara këtij fakti, gjykata e ka dhënë vendimarrjen, pra e ka dhënë në mungesë në bazë të provave që ka sjell. Mendoj që prova të tjera lidhur të paktën me masën e pezullimit nga detyra, zonja Balluku nuk ka se çfarë provash të sjelli, përveç se ajo mund të ketë një përvojë në ministrinë apo në menaxhimin e Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës, apo mund të ketë takime të tjera të cilat janë në kuadrin e integrimit në Bashkimin Evropian, apo qoftë takime ndërkombëtare, pra nuk e di se çfarë argumenti mund të sjelli, por menjëherë më vinë në mendje, nëse do të isha mbrojtësi i saj, më vinë këto ide për sa i përket kësaj mase ndaluese. Pra, ajo do tregojë që pezullimi nga detyra i shkakton një dëm të madh Këshillit të Ministrave, pra mund marrë edhe prova nga kryeministri për sa i përket qasjes që nëse zonja Balluku nuk do të jetë në këto detyra, ajo mund të sjellë një dëm të pariparueshëm për qeverinë, për Ministrinë e Energjetikës dhe për gjithë Këshillin e Ministrave. Në këtë rast, për ta bërë më të qartë për shikuesit, Belinda Balluku a shkon dot në zyrën e saj me këtë vendim, dhe nëse nuk shkon dot, a ishte i palishëm fakti që zbarkoi në zyrën e kryeministrit Edi Rama? Në momentin që ajo ka shkuar në zyrë, ajo nuk ka shkuar në cilësinë e zëvendës kryeministres dhe ministres së Energjetikës dhe Infrastrukturës, sepse ajo mas bëhet ekzekutueshme, pra nga momenti që është marrë kjo vendimarrje dhe është komunikuar palës dhe kryeministrit, i cili ndaj të cilit ajo varet, pra së pari ka fuqi të menjëhershme kjo mas sigurimi, pra mas plotësuese apo mas ndaluese, siç është ajo e pezullimit nga detyra, por ajo aty nuk shkoi në një mbledhje qeverie, që do diskutonte për çështje
të caktuara, të cilat kishin lidhje me vendimarrjet e Këshillit të Ministrave, pra me VKM të cilat Këshilli i Ministrave ka të drejtë për të nxjerrë në kuadrin e të drejtave kushtetuese si këshill, ajo aty shkoi për një komunikim mes saj dhe zotit Rama. Kështu që nuk është ndonjë gjë, edhe pse kemi të bëjmë me një vendim gjyqësor që e pezullon nga detyra, nuk do të thotë që marrëdhënie private apo marrëdhënie shoqërore zonja Balluku nuk do të ketë. Pra, për sa i përket marrëdhënies, ajo mund të ketë edhe marrëdhënie pune në kuadrin e kryetarit të Partisë Socialiste dhe një deputete e cila është zgjedhur nga listat e Partisë Socialiste.